Vllaznia U17 ishte pjesëmarrëse në një turne të rëndësishme ndërkombëtar të zhvilluar në Francë. Me trajnerin e Akademisë Vllaznia Khaled Hoxha, i cili ishte në krye të skuadrës të këtë turne ndërkombëtar, ku duhet theksuar bilanci ishte pozitiv sepse merrin pjesë edhe shumë skuadra nga Europa. Po Hoxha. Atëherë ishte torneo ndërkombëtar në Venjet të Francës, ishte shumë torne prestigjioze se merrsin pjesë skuadra si Parisi, Lioni, Strasburgu, Genti, Zvole e tjerë. Atëherë, bilanci ishte pozitiv sepse një grup me 4 ekipe na dzu me vend dytë, direkt mas Lionit. Mandej në 16 që u eliminuam nga një ekip francez i kategorisë dytë, por gjithsesi ishte bilanci pozitiv sepse pas eliminimit ne bëmë një mini torne tjetër për vendin e 10 dhe 16, ku siguruam vendin e 13 në finale përsëri kundër Lionit 2-0. Përgjithsisht i kënaqur nga paraqitja e skuadrës tuaj? Përgjithsisht jam shumë i kënaqur, sepse edhe organizatorët e torneut për ne ishte ishin surprizë sepse si ekip shqiptar hera parë që merrte pjesë, atëherë na me cilësitë e lojtarëve tonë këshilluam me shumë të mira, kishim cilësi teknike, fizike dhe e kuptuam se mundena me lujtë edhe në nivele ndërkombëtare. Cila prej ndeshjeve që zhvilluat në Francë ishte më e mira për ju? Besoj se barazimi që bëhem kundër Lionit, sepse dihet Olimpiku Lionit një ekip historik në top 20 në botë. Dhe trajneri i tij ishte shumë njeri pozitiv, krijuam miqësimet dhe shpresojmë që mund të bëjmë edhe një ndeshje miqësore në të ardhmen me ta. Shpresojmë që ata të vinë në Shkodër. Në një farë mënyrë këtë rast konkurimit patet rastit edhe të vendosje ura bashkëpunimi me kolegët tuaj francez, apo edhe me gjërë. Yes, po falë edhe drejtorit Alban Hasani që ka kriju lidhje që na me marrë pjesë të ky evenimenti. Duhet falenderoj edhe profesor Ali Shkuzën, trajnerë të tjerë, sepse kena qenë gjithkohë bashkë të dy dhe kena pas nevojë për njëri tjetrin sepse ishte eksperiencë e re dhe shumë e bukur për ne. Khaled, ndonjë individ nga skuadra juaj, kush pikati me tepër, apo edhe një grup më të përmend 3-4 emra? Të shti emra nuk po du me përmend sepse s'po du mira me shkërkuj, ama pjesa sulmit dhe 2-3 vetë në mbrojtje spikaten më shumë se disa tjerë. Dhe shpresojmë që ata shumë shpejt munden me kenë pjesë se kontingjentit e ekipit parë të Vllaznisë. Përgjithsisht duhet theksuar që ishte një përvojë pozitive që ju shërben ju si trajner, por edhe skuadrës. As diskutohet në shërben ne si staf teknik, po ashtu edhe lojtarëve, sepse është krejt një realitet tjetër, të fillu nga të regjimi, nga disiplina, mandej pjesa fundit vjen edhe pjesa në fush, sepse është shumë pozitive për ne. Ishe me Khaled Hoxhën, trajnerin e Akademisë Vllaznia U17, që vjen nga turneu ndërkombëtar shumë i rëndësishëm i zhvilluar në Francë me një paraqitje me të vërtetë dinjitoze. Urime profesor. Faleminderit të bëjë. Dhe suksese në vazhdimsi tashmë për sezonin e ardhshëm futbollistik që pretendimet janë edhe akoma më të mëdha. As diskutohet. Faleminderit.